Media greke ka zbardhur detaje për vizitën e fundit në Tiranë të ambasadores së Shteteve të Bashkuara në Athinë, duke e lidhur atë me zhvillimet në sektorin energjetik në rajon. Kimberly Guilfoyle, një figurë e afërt me presidentin Donald Trump, u pa dje në kryeministri, ku u prit me ngrohtësi nga kryeministri Edi Rama. Por Energy Meg ka lajmëruar këtë vizitë që disa ditë më parë, pasi në datën 8 mars është publikuar një artikull se ambasadorja do të udhëtonte në Tiranë. Sipas artikullit të publikuar në media greke, qëllimi i vizitës është pamundësia e ndërtimit të një terminali lundrues për gazin e lëngshëm natyror në Shqipëri. Një projekt i tillë do të kishte rëndësi për furnizimin me gaz të rajonit dhe për rolin e vendeve të Ballkanit në rrjetin energjetik evropian. Raportimi thekson se zhvillimi i infrastrukturës për LNG është kthyer në një çështje strategjike, veçanërisht pas tensioneve në tregjet globale të energjisë dhe përpjekjeve të Evropës për të diversifikuar burimet e furnizimit me gaz. Media greke vërejnë gjithashtu se diskutimet për këtë projekt të mundshëm LNG në Shqipëri vinë në një moment kur Greqia synon të forcojë rolin e saj si qendër rajonale për importin dhe shpërndarjen e gazit, përmes projekteve si terminalet LNG dhe rrjetet e interkoneksionit. Çfarë është terminali lundrues për gazin e lëngshëm natyror? Një FSRU, Floating Storage and Regasification Unit, është një terminal lundrues që përdoret për të importuar dhe përpunuar gazin e lëngshëm natyror. Zakonisht është një anije e pajisur me rezervuar të mëdhenj, ku ruhet gazi i lëngshëm që mbërrin me cisterna nga vendet prodhuese. Në këtë platformë gazi ruhet në temperatura shumë të ulta dhe më pas përmes pajisjeve të posaçme kthehet sërish nga gjendja e lëngshme në gaz. Pas këtij procesi gazi dërgohet përmes tubacioneve drejt rrjetit energjetik të vendit ose rajonit. Terminalet e tilla konsiderohen zgjedhjet më të shpejta dhe më fleksibël se sa ndërtimi i terminaleve të përhershme në tokë dhe përdoren shpesh për të rritur sigurinë energjetike dhe për të diversifikuar burimet e furnizimit me gaz.